Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër, përshëndetemi sërish me të ftuarin tim në studio. Është zoti Arnold Grami, koordinator I Federatës Universale të Paqes dhe Federatës të Familjes. Mirëmëngjes Arnold, mirë se keni ardhur në studio. Mirë se ju kam gjetur këtu. Është kënaqësi sepse nga të folmet nuk jeni shkodran, ndërsa siç duket aktiviteti ju ka bërë që të njësoheni me Shkodrën. Po, kam filluar të përdor disa terma si ke një edhe më radh. Në fakt unë jam nga Elbasani. Kam studiuar në Tiranë edhe tani jam në Shkodër. Dhe aktiviteti është Federata Universale e Paqes, Federata e Familjes, ku ju prej kohësh jeni përfshirë. Në fakt, ditët e fundit keni organizuar bashkë me të gjithë pjesëmarrësit një përvjetor, një aktivitet I cili ka rrezatimin e tij, apo jo? Po, në fakt është një aktivitet që është organizuar nga Federata e Paqes Universale, siç ju e përmendët, dhe Federata e Familjes. Për dëgjuesin edhe shikuesin në Facebook do doja thjesht të prezantoja pak, për ndoshta është e re. Dhe Federata e Paqes Universale është një organizatë e themeluar nga Reverend Dr. Sun Myung Moon edhe doktoresha Hak Jae Moon, janë një çift korano-jugor, të cilët kanë nisur këtë mision paqe për të thyer barrierat, muret midis njerëzve, pa dallim feje, race, kombësie, edhe për të promovuar vlera dhe parime drejt paqes dhe harmonisë. Dhe në fakt 2020 shënon 100 vjetorin e lindjes së themeluesit, I cili ka lindur 1920, dhe në ndër të kësaj figure e cila gjithmonë ja ka dedikuar jetën paqes, dhe për këtë arsye ato kanë marrur titullin mbretët dhe mbretëreshat e paqes nga lidera kombëtar dhe botror. Neve u ngacmuam për të nisur një projekt që quhet Fener Shprese, dhe ky ishte aktiviteti që sapo ndodhi të njëjtën e kaluar 15 tetor. Fener Shprese për ndar shpresë në këtë kohë të vështirë, pandemie, por edhe ndonjëherë shpresa humbet, domethënë. Dhe ne donim që ta ndizim duke marrë këtë lloj ngacmimi dhe këtë lloj shprese nga pandalshmëria e këtij çifti, domethënë. Është shumë bukur. Është shumë bukur ky Fener Shprese dhe titulli që I keni vënë aktivitetit, por edhe misioni për të ndjekur këtë Fener Shprese. Fakt, Fener Shprese erdhi, ne ishim si staf dhe po diskutonim. Fener Shprese erdhi sepse në fakt ne na kujtohet vitet përpara të Shqipërisë që ne ndriçoheshim nga fenerët e vegjël, domethënë. Dhe po mendonim që feneri është ai që drejton rrugën, që tregon një rrugën e vërtet, kur është errësirë, edhe ne kemi pasur heronj dhe heroina të cilët e kanë ngritur kombin ton. Dhe ky titull I dedikohet jo vetëm themeluesve, por edhe të gjithë paraardhësve tanë që na kanë ndriçuar rrugën për të ardhur në ditën e sotme. Meqense është një federatë e paqes universale, natyrisht idetë dhe parimet janë të përhapura dhe nuk njohin kufi. Ndërkohë që mjaft veprimtari kanë një rrezatim të gjerë, mjaft të madh, edhe në gjithë përfshirje, edhe në fitimin e këtyre titujve si ambasador të paqes, gjë që do të thotë që pikërisht ta fitosh këtë është një mision, një diçka që ndjehet së brendshmi dhe që vazhdon, apo jo? Po, është e vërtet. Fakt, titulli ambasador paqe vjen pasi njerëz të fushave të ndryshme, qofshin persona VIP në shoqëri ose që kanë një status që mund të jenë drejtues ose artist, po edhe njerëz të shoqërisë civile, pasi ato, si thuaç, tregojnë shembullin e të jetuarit për hir të tjerëve. Është një ndër vlerat që Federata e Paqes thekson si vlera më e lartë njerëzore, ku individ cilët kanë krijuar një karakter apo kanë një status shoqëri, pasi ato e përdorin talentin e tyre për t'i shërbyer të tjerëve, ato si thuaç kanë këtë mundësi për të quajtur ambasador paqe. Dhe për të marrë këtë, në fakt ajo është një certifikat, por që më shumë është një titull.
është një titull honorifik apo që pasohet më pas me një lloj përgjegjshmëri akoma më të madhe në jetë edhe për të shtrirë aktivitete humane ose aktivitete të karaktereve sipas programeve tuaja? Në fakt është një titull që të vendos në përgjegjësi në një farë mënyre, sepse patjetër që personat kanë arritur në këtë moment dhe marrin këtë titull, por më vonë si thua do ta shëmbëllejnë këtë titull në shoqërinë e tyre dhe të vazhdojnë këtë lloj misioni për t'i bërë njerëzit bashk edhe për të mësuar këtë vlerë të jetuarit për hir të tjerëve, po edhe për t'u bërë bashk pa dallime fetare apo ndasi të ndryshme. Si përqafohet pikërisht kjo ide e madhe tek njerëzit të bashkohesh për të vendosur qëllime dhe parime të drejta në jetë, për të bërë bashk, për të shpërndar dritën e mirësisë së shpirtit dhe për ta përçuar atë tek të tjerat. Duke i ndihmuar ata. Po, në fakt çdo kush e kërkon të mirën sot. Do thënë çdo kush kërkon për lumturi dhe për vlera, parime, moral dhe sidomos në Shqipëri, domethënë ne vim nga të tilla vlera, ne shikojmë nga familjarët tanë, po edhe nga të vjetrit, dhe e shikojmë se sa rëndësishme është kesh një familje të fortë, një shoqëri të fortë, edhe me parime dhe në momentet po gjithashtu në këtë kohë, në këtë shekull 21, shikojmë se sa probleme kemi. Dhe absolutisht pa. Dhe kur i vendosim tonë në peshore dhe kur shikojmë anën e mirë dhe anën e keqe, gjithmonë kërkojmë që hajde t'i bëjmë mirë gjërat, domethënë. Dhe mendoj kur dikush ngjon një fjalë të mirë, direkt e tërhiqet. Cilat janë disa nga veprimtaritë që zhvillon Federata e Paqes? Në fakt, në shumicën e rasteve, ne bëjmë, se thua, mbledhje të ndryshme, samite të ndryshme, konferenca, ku ftohen të gjithë individët të cilët kanë rol në shoqërinë tonë, dhe për të diskutuar edhe për të folur dhe për të ndarë eksperiencat e tyre, por edhe për të bërë bashkë në mendim që të ecim përpara, që të sillim prosperitet edhe mirësi universale për çdo lloj, për çdo lloj njeriu. Fakt, i tillë ishte edhe aktiviteti Fener Shprese, ku kishim ambasadorët e paqes, të cilët besoj se njihen këtu në Shkodër. Po, janë njerëz të njohur. Doja ndoshta të përmendja kryetaren e Federatës Paqes Universale, zonjën Marie Koliqi. Koliqi, përshëndesim. Dhe po ashtu Sheldia, Koliqi Sheldia. Unë me Koliqi e njoh, për syze se sapo kam ardhur këtu, po edhe nën kryetarët, ku është zonja Brunilda Leshi, e cila është e përgjegjëse për aktivitetet artistike kulturore në Shkodër. Bruna, përshëndetje. Majdinda Laçe, e cila është drejtoreshe e monumenteve të kulturës, dhe Lumturi Matila, e cila është edhe drejtoreshe e Shkollës së Publike Zani Shkodrës. Gjithashtu dhe të nderuarin koordinatorin e Këshillit Mbar Shqiptar të Paqes, i cili është zoti Ali Laçej. Të gjithë ishin prezent dhe ndan eksperiencat e tyre me këtë Fener Shprese, të cilët kanë kaluar dhe kanë takuar personalisht themeluesin e Federatës, i cili gjithmonë jep një shembull shumë të lartë të punuarit për shoqërinë edhe të shemburit këtyre mureve. Po përmend aktivitetin se ndoshta janë disa detaje shumë të këndshme aty, ku ne gjithashtu nderuam edhe me çmim mirënjohje zotin Ferit Kola, i cili është një artist i madh edhe unë kisha kënaqësinë të takoja për herë të parë aty. Ati ju dha titulli mirënjohjes për arsye se ai ka ngritur ka krijuar një vepër arti, një bocet të themeluesit të Federatës, i cili e ka inspiruar atë për të qenë akoma më shumë i vendosur në këto parime të Federatës, edhe për t'i shfaqur shoqërinë. Arnold, ju jeni edhe koordinator i Federatës së Familjes. Familja si celula bazë e shoqërisë luan një rol shumë të madh. Si shpërndahen këto parime pikërisht në aktivitetet tuaja për familje? Në fakt, unë do doja të nisja nga momenti kur jam takuar me këtë federatë, sepse ka qenë pikërisht arsye e familjes, ajo që më ka tërhequr më shumë.
Kam qenë gjimnaz vit dytë, edhe kuptohet në gjimnaz, është ai momenti i adoleshencës ku gjithë kanë vrullë emocionesh edhe botë kuptimesh edhe një mix, një rritje, një proces rritje. Dhe jam takuar me Federatën e Familjes ku kam dëgjuar për vlerën e familjes. Edhe unë personalisht e mbaj veten si një person, një birë, një familje të mirë. Edhe kam thënë që dhe kur kam takuar këtë federat, kam thënë, okay, kjo është vërtet siç më ka mësuar në shtëpinë time, ku nderohen prindrit dhe gjithashtu ruhen vlerat e moralit dhe me radhë, dhe thash do doja të vazhdoja me këtë organizat. Edhe ja ku jam sot në Shkodër duke drejtuar këtë organizat për të bashkuar sa më shumë të rinj, po edhe për të ngritur lart dhe shembullin e prindërve apo dhe familjarëve këtu në Shkodër, të cilët e ruajnë vlerën e martesës. Sepse në fakt, si thuash, ne e dim shumë mirë që dhe nisemi, edhe federata niset me këtë që gjithçka vjen për familjes. Absolutisht po. Edhe është një shprehje shumë e bukur në federatën tonë që familja është shkolla e dashurisë. Aty ne mësojmë të jemi vëlla motër, aty mësojmë ne të duam prindrit tanë, aty mësojmë se si duam edhe në të ardhmen bashkëshortën tonë, sepse shikojmë tek bashkëshortën tonë, e shikojmë tek prindrit tanë, po edhe se si të bëjmë gjyshër. Prandaj është shkolla e dashurisë. Absolutisht po. Sa përqafohen këto ide tek të rinjt, sepse ju punoni vazhdimisht me ta. Dhe ashtu siç ju e keni përqafuar këto ide, sa i përqafojnë të tjerët, edhe me punën tuaj natyrisht. Në fakt është një numër i madh. Në shtresa, si thuash, nëse edhe tek të rinjt, por edhe tek familjarët, sepse ne bëjmë aktivitete ndryshme. Punojmë me grup mosha të reja, gjimnazistët edhe studentët, por gjithashtu punojmë edhe me vetë familjarët, prindrit. Për shembull, në vitin e kaluar, ne kemi mbajtur me qindra aktivitete nëpër gjithë Shqipërinë për të promovuar vlerën e familjes, edhe ky quhet Festivali i Familjes, ku ftohen çifte, të cilët janë çift edhe kanë ruajtur vlerën e martesës, nga më të rinjt, nga të fejuarit deri te mbi 40 vite martesë, për të ardhur dhe për të thënë po martesës, edhe një herë, domethënë, një ridedikimi martesës, me në qendër një dashuri më të lartë, domethënë. Dhe unë kam marrë, sepse federata ka zyra në gjithë Shqipërinë, në Tiranë janë 2, kemi në Elbasan, në Korçë, Fier, Durrës, Vlorë, Shkodër, edhe në Prishtinë, uroj që mos kem harruar dikë. Dhe ne jemi shpërndar në vitin e kaluar pikërisht për t'i ftuar njerëzit edhe le të bëhemi bashkë për to, që ta ruajmë këtë vlerë të familjes. Edhe dhe sallat mbushishin me qindra, 100, diku 100, diku 60 çifte, diku 300 çifte, ku s'mbante më as salla e dasmave ku po i mlidhnim, domethënë. Pra është përqafuar shumë nga prindrit tanë. Por gjithashtu edhe të rinjt e shikojnë që, siç edhe unë e pash kur kam qenë gjimnaz, vinë dhe marrin pjesë në këto aktivitete. Aktiviteti më i madh me të rinjt ka qenë vjet, si tani në tetor, në Pallatin e Kongreseve, ku mbi 1200 të rinj kanë ardhur për të bërë bashkë për paqen dhe harmoninë. Edhe ishte aktiviteti Youth and Student for Peace, sepse kuptova që kjo organizatë është ndërkombëtare dhe është në anglisht. Gjë shumë e bukur, të përqafosh mirësinë, paqen, dashurinë mes njerëzve, të nisësh nga parime të drejta të marrëdhënieve në shoqëri, në familje natyrisht, janë parime morale që tek çdo njeri ushqejnë shpirtin dhe formsojnë një personalitet më pas. Përmendet aktivitete, besoj se pandemia ndikon, por për ne. Ju do t'i vazhdoni aktivitetet. Në fakt, për ne ka ndikuar shumë, sepse neve gjatë një viti kemi aktivitete të përjavshme, të përmuajshme, edhe kur ka të bëj me, ne jemi organizatë sociale, pra jemi organizatë që ka të bëj me marrëdhënie njerëzore, dhe distancimi social ka prishur pak punë në marrëdhëniet sociale, por kemi vazhduar edhe elektronikisht, siç e gjithë bota, me takime në Zoom apo programe të ndryshme. Por gjithashtu kemi pasur dhe aktivitete ku jemi mbledhur dhe kemi mbajtur
distancën sociale, si thuash. Aktivitetet i sapo kaluar ka qenë Fener Shpresë, por edhe në Tiranë ka qenë për vjetore të ndryshme ose Asambleja Kombëtare e Federatës Paqes Universale, ku kishim përfaqësues ish president Mojsiu dhe ish president Sejdiu nga Kosova. Gjithashtu presim në fund të tetorit të bëjmë edhe publikimin e një libri shumë të famshëm që është bërë bestseller nga themeluesja e Federatës, Nëna e Paqes quhet titulli, dhe është një titull që është një libër që po pritet me shumë kënaqësi nga gjithë njerëzit si një shpresë, si një ilaç për të arritur dhe për të fshirë lotën në këtë kohë, sepse në fakt edhe nën titulli është që edhe Zoti do të fshijë syt nga njerëzit, domethënë. Pra, ideja është që themeluesja e Federatës ose edhe vetë Federata promovon bashkimin e njerëzve në një ideal më të lartë, në një dashuri më të lartë, ose pa dallim feje, por që edhe një besim në Zot, si thuash, një Zot që dikush mund ta quajë Zot, dikush mund t'i vë një titull tjetër, por një ideal më të lartë. Dhe ky është aktiviteti i radhës, më pas do të vazhdojmë, besoj, me të rinjt, neve këtu në Shkodër jemi të Trumë Dugajve të reja, zyrat tona janë aty, dhe vazhdojmë me aktivitetet edukuese, kryesisht. Gjë shumë e bukur, jeni përfshirë shpirtërisht, unë e shoh e ndjej që keni një pjesëmarrje tepër jo thjesht aktive, por edhe emocionale, shpirtërore, gjë që ju bën që këtë aktiviteti t'i ndjeni. Në fakt është për te një pune, domethënë është për te një pozicion, një pune kjo detyrë. Unë vetë kam mbaruar për arte, skenografi, kostumografi edhe pedagogji, mësuesi. Dhe tani kam filluar ta lidh më shumë edhe me këtë federat, por është kur shikon arsye pse jam kaq i përfshirë, është sepse kur shikoj ndryshimin tek të rinjt, se si ata ndryshojnë kur marrin këto parime, edhe se si ndryshon jeta ose stili i tyre jetës, më bëj të ndjenjë që kjo ka më shumë vlerë se sa thjesht një pozicion ndoshta në një vend caktuar. Më shumë kjo vlen më shumë. Mendoj që kjo vlen më shumë. Të takosh njerëz si ty, Arnold, është frymëzim. Ndoshta në këtë dashuri, pasion që ti ke për të punuar në fushën sociale me njerëzit tek Federata Universale e Paqes dhe Federata e Familjes në koordinimin e aktiviteteve të ndryshme, është më se një motor i brendshëm, është aktivitet me njerëzit, jo që shpërndahet edhe në aktivitetin e njerëzve të tjerë, të aktivistëve tuaj, të ambasadorëve të paqes, të cilët janë personalitetet të fushave dhe që patjetër ju do ta zgjeroni këtë shtrirje, ashtu mendoj, në mënyrë që pikërisht këto parime të paqes të jenë shumë afër njerëzve, të shpërndara duke rrezatuar pikërisht këto vlera morale të saj. Është neve fakt ndër aktivitetet tjera që janë iniciuar, sepse në fakt ambasadorët e paqes në Shqipëri shënojmë mbi 1500 ambasadorë paqe, edhe në botë mbi 100.000, dhe një ndër aktivitetet që ambasadorët e paqes kanë iniciuar këtu në Shkodër, sidomos Shkodra që është vendi i biçikletës, ne kemi këtu është organizuar dhe Udha e Paqes, që ka të bëjë me pedalimin për paqen, ku të rinj dhe të reja bashkohen në pedalim për paqen. Në 2018-ën, dua ta theksoj këtë vit, sepse ka qenë bashkimi i gjithë Ballkanit me një rrugtim, me një marshim, si thua, për paqen, ku një autobus dhe biçikleta kanë vizituar pikërisht Ballkanin, i cili është dhe zona e nxehtë e Europës. Dhe bashk kanë qenë të rinj të reja, kanë qenë ambasador për paqe, aktivist për paqen, cilët kanë pasur eksperienca të mrekullueshme tek ata njerëz ku mezi presin gjë diçka të mirë, domethënë, dhe Udha e Paqes ka qenë një ndër këto aktivitete, e cila në fakt është projekt madhor, synohet, nëse do ta shkruani Udha e Paqes në internet, synimi i themeluesve të Federatës, është bashkimi i gjithë botës nëpërmjet një autostrade, domethënë, që do ta bënte botën një fshat global. Kjo, ndoshta vetëm me këtë fjali unë mund
përfshi gjithë të vizion të federatës, bashkimi i gjithë botës. Është duke si utopike për njerëzit, por nëse bëhemi bashkë... është një synim, është një dëshirë, është një përpjekje. Nëse bëhemi bashkë, ne vërtet mund ta sjellim këtë lloj gjëje. Arnold, ishte shumë kënaqësi që ishe sot në studio. Kënaqësi është për mua që ne kemi një vend, ose njerëzit kanë një vend që ta pranojnë këtë gjë të mirë, domethënë. E ta promovojnë. Ju uroj gjithmonë suksese, shumë respekt për punën tuaj dhe të ambasadorëve të paqes dhe aktivitete në vazhdimsi pikërisht kaq të bukura, kaq frymëzuese, kaq shpresdhënëse, siç ishte Fener Shpresë, por edhe të gjitha aktivitetet në vijim. Ju falenderoj që ishit sot. Dhe ju mirëpresim për ta ndarë këtë shpresë dhe për ta ndarë këtë vizion. Faleminderit shumë. Faleminderit zonjë Mirit. Faleminderit. Ishte shumë